Patjetër që kur thua Çekia të vjen ndërmend historia e saj me s'po përmendim emra, sepse pashmangshmëri të vjen pa vënë net me shok në atëherë. Çekia është një pritej që ta ishte favorite në ndeshjen e parë, por duhet të themi që skuadrat aziatike, sidomos Japonia dhe Korea e Jugut, janë skuadra që paraqiten mirë në kompeticionet botërore. Dhe ndeshjet e para i luajnë me shumë entuziazëm, me shumë dëshirë, janë shumë të forta fizikisht, përgatiten mirë dhe janë bën shumë të vështirë Çekis dhe arritën edhe ta fitonin lojën edhe me kthes, pra duke qenë disavantazh, arritën ta kthejnë lojën. Pra Çekia nuk më la një përshtyp, një shije të mirë, është një skuadër e lodhur, jo me shumë cilësi dhe jo me shumë kualitet. Okej. Zoti Moço, kush mendon se do të jetë surprizë e këtij kampionati botëror? Përveç Amerikës. Që u përfol shumë. Përveç Amerikës, me thënë drejtën, nga ekipet e nivelit të dytë, nuk shoh në një tjetër. Po, duhet keni parasysh, këtë kampionat janë ofruar shumë ekipe të dobta. Shumë të luajë Gjermania nesër me Guraça. Një diferencë e madhe në nivelit futbollit. Edhe kjo e sotshme me Katarin. Katari duket që ka një ekip që lë për dëshiruar në cilësi. Ka dhe ekipet për politika ekonomike, Panamaja gjithashtu. Këtë në fakt po diskutoj edhe me Klodin para se t'ishim politika e FIFA-s, më falë, në dallim me kampionatet e tjera, politika e FIFA-s është të përfshi sa më shumë ekipe në përfaqësuese nga zona të ndryshme. Mirë, po ajo në një farë mënyrë ja ul nivelin kampionatit. Është si të bësh një kup e të luaj, po them Partizani me një ekip të s'du me zonë emra, me ekip dorës 4. Po. Çfarë cilësie do t'i kërkosh? Gara nis në mënyrë të barabartë kështu me diferencat të frikshme. Nuk e di kjo politikë, jo, nuk e di, se nuk e thash kot. Kjo lloj politike FIFA-s del përmbar, ka vlerë. Po, dihet që Guraça nuk mund... Mi mund ta justifikojë qëllimin e masës, po themi pra. I pjesëmarrësve, pra, i numrit të... Rritja e numrit të pjesëmarrësve në kompeticion, i klubeve, apo i shteteve kompeticion, patjetër që do të sjelli edhe, në thonjza, defektet e veta, por mendoj se FIFA do ta përpunoj, do ta nxjerrë një mekanizëm që të kualifikohen ekipet që vërtet do të dhurojnë spektakël. Pra, është një gjë që duhet testuar në kohë. Si fillim u rrit numri, pastaj do të dalë edhe mekanizmi. 4 skuadra të treta të kalojnë në... Më falë, pak në Europianë. Nuk e thash kot këtë.